Mirë se erdhët në Mashqip. Duke qenë se episodi i radhës ishte pikërisht në ditën e Bajramit, unë këtë emision e kam regjistruar për ta transmetuar sot për shkak se duhet festuar Bajrami me familjen. E për këtë ju uroj nga zemra të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Bajramin dhe Zoti t'ju ketë pranuar agjërimin. Ndërkohë në emisionin e sotëm kam ftuar një koleg, gazetar. Ai është një moderator i njohur, i cili është pjesë e atij grupi gazetarësh të paktë në numër që në Kosovën e pas luftës kanë punuar me shumë vështirësi, por që i kanë rezistuar tregut dhe sfidave të shikueshmërisë për shumë vite, duke drejtuar ndër emisionet më të shikuara në Kosovë. Gjithashtu është autori disa emisioneve, mes tyre i dokumentarëve që edhe sot mban rekordin e shikueshmërisë në Kosovë, Zona Express. Për tashmë është drejtori përgjithshëm i televizionit të shtatë dhe gazetës Express, si dhe moderator i përnatshëm në emisionin Pressing. Miq, me mua është sonte Leonard Kerçuku. Leo, mirë se erdhe. Përshëndetje flamur. Urime Bajrami gjithë shqiptarëve. Në fakt ashtu po marr pjesën si Europë dhe ti, uroj që to a këtë pranuar Zoti agjërimin gjithë atyre që kanë agjëruar gjatë këtij muaji të bekuar. Kënaqësi që po të shoh edhe që do të bashkëbisedojmë, mund me qenë se ne jemi takuar në 2004. Asnjëherë nuk kena po kështu. Po kemi pas një raport përmes rrjeteve sociale. Fizikisht në vitin 2004 në Tiranë. Unë student i gazetarisë në Tiranë, e ti student i gazetarisë në Prishtinë, fakt. Kemi folë bashkë, por nuk na janë bashkuar rrugët që atëherë. Por me sa kujtoj, student e gazetarisë në atë kohë. Ne të Tiranë, se na kishin bashkuar ne, po. Unë Tiranë, pastaj u shkputa erdha këtej. Në fakt, juve në atë kohë erdhët Universiteti i Gazetarisë të Ramiz Kelmendit, Fajkonica, më fal. Fajkonica i me pronor Ramiz Kelmendin, shkrimtar, famshëm. Dhe ishim atëherë bët një tip shpërndarje ose si thua shkëmbim përvojash, dhe ishin studentët që ndaheshin në shtëpitë e studentëve. Dhe unë atë kohë ju kam njoft ty dhe një koleg tjetër, të them drejtën që nuk e mbaj mend emrin, por unë kam qenë me Yusuf Kurti. Unë nuk e mbaj mend me cilin koleg kam qenë unë, po mbaj mend kolegun tënd, domethënë Banesku ku marr tek ju. Ti ke qenë me Yusufin. Po me Yusufin. Nuk e di për Yusufin, po më kujtohet se ka pas emrin Yusuf, nuk na ka rënë me mbajt kontakt me të, po keni qenë bashkë në Tiranë atëherë. Na i thonë Prishtinë Cimera. Fiks Cimera dhomës i kemi ndodhur shtëpinë për 4 vjet, në fakt, 3 vjet me Yusufin. Kështu që në atë kohë të kam njohur dhe që në atë kohë mo vetëm që kemi folë online, në fakt, mu taku, si mi taku, po do zoti këtë verë, unë do vinë Kosovë, inshallah po kemi mundësi e takohemi në puqët. Me shumë knajsi, me shumë knajsi. Se me të thonë drejtën, duke qenë që keni ngrit një perandorit madhe mediatike, me shumë dëshirë do e vizitoja me qef me pa se si do duket nga brenda, sepse ndonjëherë gjërat i shef në ekran dhe janë të mëdhaja ato që i shef dhe që i bën ka një staf jashtëzakonisht madh mbrapa për të dalë ajo që del në atë ekranin e vogël për ta pa gjithkush. Absolutisht, televizionet Kosovë, mediat përgjithësi mendoj që janë histori suksesi i një vendi dalën për luftës me shumë vështirësi financiare, e shkollimit e gjithçka tjetër që lidhet të rreth profesionit të gazetarisë, mendoj që është një histori e suksesit, pavarësisht se nuk jemi nivelin aty ku do të dëshironim mediat e Kosovës, po megjithatë jam krenar që jam pjesë e mediat të Kosovës, meqense mendoj që mediat e Kosovës, pavarësisht vështirësive financiare, dallojnë strukturalisht dhe profesionalisht me mediat e rajonit si media më të lira. Pra mediat Kosovën shumë më të lira se sa media tjera, pra pa dashur me nënçmu asnjë prej vendeve të rajonit, po për këtë jam krenar, edhe nëse e kam një fije kontributi këtu më vjen mirë. Në fakt, e vërtetë është kjo, se unë e shoh edhe nga kolegët tjerë në Kosovë pasere, pavarësisht presioneve të mëdha politike, të bizneseve, realisht te Gazeta Express kanë pas një dorë të lirë dhe mendoj që edhe të shtatë tani është po ashtu një dorë e lirë e gazetarëve për punën e tyre. Po t'i kthemi pak kohës në fakt. Juve filluat me t'u kthyn nga ajo takimi, po themi përbashkët, t'i fillove në gazetarinë në Kosovë. Në vitin 2005, në njëjtën periudhë kemi filluar bashkë.
Kam fillu domethënë para vitit 2004 në shumë mediume kështu, po periodikisht pa ndonjë po themi me kontratë të rregullt pune, kam filluar në gazetën Lajm, një gazetë që tashmë nuk ekziston. Në 2004 në kam filluar aty, ka qenë një grup i gazetarëve, është shumë interesant historia e asaj gazete. E mban mend shkrimin e parë? Po, e mbaj mend. Ajo gazetë u themelu prej Bexhet Pacollit. Edhe Bexhet Pacolli atko nuk ishte ndonjë person tepër i njohur në Kosovë, pra siç është sot. Po ai me shumë lekë arriti mi marr këtë gazetarët më të mirë të Kosovës edhe mi dhon rroga shumë të mëdha. Edhe e shkaktoi një stuhi të papamën këtë mediat e Kosovës, do i mbledh këtë në Lajm. Unë u bashkova natyrisht si gazetar fillestar, e pastaj ngela aty në punë, por kontratën e morra pas një muajit, kur aty ndodhi një tërmet brenda lajmit, edhe shumica gazetarëve që kishin ardhur prej mediave të ndryshme, e lajnë punën në Lajm, edhe shkojnë me themelu Expressin e sotshëm, pra gazetën Express. Unë bes aty, pas 2 vjetëve, pastaj u bashkohona këtu në Express. Në fakt në 2005 një bashku në Express, fiks 21 vite. Po të them drejtën shumë për një gazetar, pa ndryshu një vend pune. Etash, këtu në Express unë era si gazetari politikës, pastaj si redaktori politikës, kryeredaktor, drejtor, por edhe pronar. Pra nga 2013 bashkë me shok tjerë unë jam një prej aksionarëve të Expressit. Ndoshta fakti që më kanë bërë aksionar, ku mbet kaq gjatë se s'kisha ndajt. E pastaj në vitin financiar është i rëndësishëm kur ke edhe fëmijët më rritë me eduku. Absolutisht. Po mendoj që 21 vite është histori e gjatë. Të jemi sinqert, shumë gjatë. Në mediat amerikane është e vështirë gjesh dikë që ka qëndruar 21 vite në një media. Nuk di edhe në një rast përbes 2 kolegëve të mi në Express që jemi prej tash 21 vite, nuk di ndonjë rast tjetër në mediat e Kosovës që dikush ka gjatë me një medium. Po edhe unë mol pritoj me ndru puna, domethënë gjatë kësaj periudhe kam pas oferta të ndryshme, shpesh kanë qenë marramendse, jo se shumë për mua, po jam pak konvencional unë në gjithçka, kështu që pritoj me ndru vendin e punës, pritoj me eksperimentu me ngjyra të rroba ose çatës, pra e mbaj çat rutinën time, kështu që nuk eksperimentoj fort. Po shumë mirë, në fakt, po edhe je ndjer mirë, edhe je vlerësuar, duke qenë që ke mbajt të gjithë hierarkinë e po themi e gazetaresk, e ke mbajt dhe e ke ngrit po të Expressi. Po diçka që i ndodh vendeve në zhvillim, po besoj në si jona, se nuk besoj që për shembull mundet me qenë dikush një tip i gazetarit si unë ose si kolegët e mi, për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose kudo në vendet normale, që mundet mi kalu krejt këto mbrana një jetës, mbrana 20 viteve, 30 viteve këtë këto shkallë mbrana një mediumit, për shkak se mediumet janë më të etablume, kurse tek ne për shkak shoqëni zhvillim na ka rënë pastaj mi kalu po them këto fazat që zakonisht nuk kalohen pra në vendet e konsoliduara. Ja, vërtet në fakt, kjo është një gjë e vërtetë që nuk ndryshon. Në fakt te Gazeta Express keni bërë, i themi, historie dhe me tituj goditës, me shkrime goditëse, dhe hyt në treg shumë shpejt, që është e vërteta. Dhe morët edhe tregun për shumë kohë. Ndoshta edhe sot e kësaj dite, duke qenë që jam larg, ndoshta nuk e di fort tek pjesa e portaleve, por ajo që mu më bëri përshtypje në atë kohë, në fakt, ishte krijimi i emisionit Zona Express, që mbetet edhe sot besoj në Kosovë ndër emisionet më të shikuara të asaj kohës ose që është pa. Atë mungon ai profil sepse tani janë ndryshe. Po du me tregu diçka para Zonës Express. Expressi, pra në print, ka qenë një prej gazetave ma moderne, që bën një revolucion mrena, sidomos me dizajnin, me titujt, me shkrimet në gazetarinë e Kosovës. Pra vetëm ja kujtu redaktori fotografisë tek ne ka qenë Endru Testa, që për një kohë ka qenë redaktor tash Zvoni, kam përshtypjen që është ende.
New York Times ose New York Post tash, ndoshta ka lëviz. Pra edhe kishim gazeta dukej absolutisht ndryshe prej atyre çfarë ishim mësu. Pastaj me mbylljen e Expressit print, pra në 2013 ne dalim online, pason një periudhë për mu jo qaq krenare e imja e Expressit, pra është një periudhë ku ne dorën zemër bënëm një hap të madh drejt shndrimit të portalit si një mjet kryesor të informimit në Kosovë. Pra në fakt keni qenë pararoj gjithmonë, keni nxjerrë absolutisht qenë pararoj e gjërave të reja. Dorën zemër portalet e sotshme janë zhvilluar për shkak të zhvillimit të madh që pësoi Expressi në 2013, po brenda kësaj punën nuk jam krenar, sigurisht për shkak se shumë çka brenda Expressit ne u morëm shumë me clickbait, bënëm gazetari sensacionale, pra të kundërtën asaj që kishim bën në gazetën e shtypëm, fillu me go online, Expressi u masivizu, po ishim shumë brutal, që më thonë në krejt ato çfarë kena bo. E Zona Express, më mirë, e vlerësoj dhe të falenderoj që e përmende, pra vjen pas kësaj faze ku unë personalisht nuk diesha mirë me ato çfarë po bënim në Express në atë periudhë. Edhe kisha përshtypjen që Expressi s'ka më pas jetë gjatësi nëse kemi me vazhdu me atë trend, i cili pastaj kopiohet për krejt mediave tjera, edhe gjitha titujt në portale ishin modeli që e instalu në Express, e që në esencë ishte sensacionalist, edhe doja me bë diçka e cila mundet me ngrit, që më thonë, Expressin në nivel ma profesional se sa që ishte, edhe një trashëgimi për vetën time, pra si gazetar. E Zona Express vjen këtë fazë, që ja arrisim këtij qëllimit, pra Expressi shndrohet, pastaj fillojmë me ndryshu këtë qasjen sensacionaliste, Zona Express jep një dimension tjetër krejt Expressit, dhe besoj edhe gazetarisë në Kosovë janë 55 dokumentar, cilët në atë kohë kanë qenë e kanë trondit Kosovën për shumë arsye. Besoj që shumë çka që ndodhin pastaj. Keni trajtu temat që deri në atë kohë nuk guxonte kush i hapte që është e vërteta. Domethënë, kam përshtypjen që jam munduar të ndjek her pas here, sidomos temat të cilat ishin të forta. Dhe për këtë fakt mendoj që akoma dhe sot e kësaj dite nuk besoj që ka shikueshmërinë më të lartë një emision se sa ai ka qenë atë kohë. Nuk takon me thonë për shikueshmërinë, po ato absolutisht ti, sigur edhe gazetar tjerë Tiranës, edhe në atë kohë dhe vazhdimisht kam qenë kontakt, edhe jem krenar për vlerësimin që ma kanë dhënë, pra gjithë kolegët, për shkak se ka qenë Zona Express ka qenë një model frymëzues edhe për kolegë tjerë. Unë kam përshtypjen që shumë edhe ndryshimet pastaj politike që ndodhen në Kosovë në një mos Zona Express pra e ka atë ndikimin e saj, për shkak se ajo nuk e di, u përpothen shumë çka, pra një pushtet i gjatë, i PDK-s, i LDK-s. Mendoj që edhe lëvizja u bë e zgjuar, në momentin e duhur, një gjë e duhur që i duhej, po themi edhe opinionit në Kosovë, për shkak se edhe ishin lodh me ato modelet e tabloideve, modelet e titujve gazetave dhe dalja e kësaj me imazhe, me zë, me figurë, në fakt krijoi edhe një farë tronditjen edhe të politika, po duke qenë që ke trajtu tema shumë të rëndësishme dhe shumë të ndjeshme, besoj keni pas edhe kërcënime në atë kohë. Po, në 2016-ën, 2017-ën, ka pas momente kur kom qenë i kërcënum me vrasje, kom pas një mbështetje gjitha ambasadave në Kosovë, veçanërisht amerikane dhe policisë Kosovës. Po du me thonë diçka për Kosovën, na shpesh mërzitën Kosovë, e shajmë Kosovën, e qastojmë, po Kosova megjithatë e ka një përparësi të madhe për shkak se ka institucione të qëndrueshme edhe funksionale. Edhe besueshme policia shtetit sidomos. Në atë kohë, edhe pse unë po sulmoja krerët kryesor të shtetit
Kosovës, megjithatë kishte policia reagonte, drejtori i policisë merrte telefon, mi pa dërgu njerëzit që merreshin me sigurinë time, pra sistemi shtetënor ka funksionuar dhe funksionon ende. Pra, pavarësisht se kush është në pushtet, megjithatë sistemi funksionon e kjo përparësi e madhe, se jemi në Ballkan, është shtet i ri, po themelet janë goxha të shnosha. Kështu që në atë periudhë ka qenë periudhë e zashme, kështu personalisht për shkak kërcënimeve, të kufizimeve që më ka dashur me i bë, po jam krenar me krejt ato që i bojnë. Sot e kësaj dite shpesh përballna me ata dokumentar, duke më përmend, ose duke u bë pjesë shpesh edhe në fushata zgjedhore sot e kësaj dite. Po ajo që mendoj që kanë bërë zona eksprese, që është e rëndësishme me thonë, deri në atë kohë politika e Kosovës ka folë për gjëra të mëdha. Në atë periudhë e tutje është folë për korrupsionin, për krimin, gjë që është një prej temave që e bën pastaj përmbyqjen lëvizjeve të vendosje e përdor shumë atë periudhë, pra, të misioneve që atë sentiment që është i kriju në Kosovë, për shkak se ta kemi parasysh lëvizjave të vendosje deri në 2017, para 2017-s, kryesisht ka folur për tema që ata i kanë konsideruar si të mëdha, siç është bashkimi kombëtar, negociatat, kjo, e nuk kanë folur, si më thon, për qeverisjen, për korrupsionin, për keq përdorimin e parave publike e tjerë. Pra, ajo është një periudhë ku edhe vetëvendosje e ndryshon diskursin, del e para në zgjedhjen 2017 si parti e parë, kurse në 2019 pastaj si subjekt i parë. Do të pyes në fakt për pak më poshtë edhe për këtë pjesën e tranzicioneve, por them drejtën, unë thash i kam shikuar thuajse një pjesë të konsiderueshme të emisioneve, sa gjeja kohën e lirë, gjeja i shifja, jo në kohë reale, ndoshta 2-3 ditë më mbrapa, por i kam ndjekur, po cilën mund të veçosh ti, përveç kërcënimeve që normalisht ishte vetëdijshme për shkak se flisnit për një situatë që nuk fliste njeri, të jemi të sinqertë. Ishte flisnit për gjëra të cilat gjithkush i dinte në një farë mënyrë, por nuk i thoshte publikisht. Ishin sekret publik, nuk është ishin tabu për tu prek, të jemi të sinqertë, sepse nuk mund të flisim për më shumë se sa volumtim për vllajën e kryeministrit, po në atë kohë për thaqen, për komandantët e luftës, etj. Pra ishin tabu të cilët u thyen në fakt nga kjo. Po cilat nga këto mund të veçosh? Po themi që mund të veçosh ti që po themi mendon që se normalisht një njeri kur krijon diçka nuk i ndan dot, por ka gjithmonë diçka që ja anon, të cila është më cilat nga emisionet po themi mund të veçosh 1 apo 2 apo 3. Mendoj që shtabi milionerëve, 1 dhe 2, për cilin pastaj jam shpërblyer me çmimin e parë të Bashkimit Evropian për gazetari luftuese, ka qenë më i rëndësishmi në kuptimin e ndikimit e shikueshmërisë që e ka pas. Emisioni nuk ka qenë ndonjë emision revolucionar në aspektin e hulumtimit, po ka qenë, që më thonë, suksesi i tij lidhet me guximin për të thonë disa të vërteta që njerëzit i dinin. Tash në aty e patëm bën një diçka që e bojnë shpesh herë gazetarët në botë, pra me qenë se nuk arrinim mi kap këta zyrë peshqet e mëdhaj, ne fillum ta hulumtojmë pasurimin e njerëzve rreth tyre. Pra edhe besoj se këtu ka qenë që më thonë triki, brana të cilit pastaj edhe janë ndërtu dokumentarët në atë mënyrë sa që paten atë sukses që paten. Fakt edhe shtabi milionerëve shkaktoi tronditje, po themi, edhe në mesin. Gjithashtu ajo që mu më mbaj mend është edhe emisionet që keni bën lidhje me me vrasjet e njerëzve të LDK-s. Shënjestra LDK ka pasur. Qoftë edhe gazetarit të Bota Sotit. Po, çfarë mendon Leonardi pas kaq kohësh, kush i vrau këto persona dhe pse nuk zbardhen për gjithë kësaj kohe? Unë do më thonë, sinqerisht, do më thonë marrë shumë me këtë pjesë, e kanë thonë plot njerëz para meje, nuk besoj që unë mendoj që ka pas plot gabime që kanë ndodhur mbrana nesh, pra mos harrojmë
Llogarit se në qytetin ku ti jeton sot në Boston, nuk ka polici, ka rrëmuja, që ndodh me qytetin kur në atë situatë. Pra jam I bindëm që ajo çfarë ndodh mbrana 3-4 orëve në protestat ku të mbahen Paris ose New York, rrëmuja që shaktohet, deri te vrasjet janë makabre ato që ndodhin. E përflasim për një shoqëri që del për luftës me asnjë farë tronditje, kuptimin që s'ka polici, s'ka shtet, ti e mban mend sigur se unë që ka qenë periudha e pas luftës, pra qatë entuziazmin. Të thënish ato dy. Të thënisha. Kështu që besoj që rrëmujat e luftës kanë mujt me ndodh për shumë arsye, pa ndaj plan, jam I bindëm që ka pas plan të askujt, përveç të një anëmikut përbashkët këtë neve që është Serbia. Serbia më nuk ka kurrë më të rëndësishme temë të saj as politikën e brendshme, as të jashtme, se sa Kosova. Rrjedhimisht e gjithë fondet ose pjesën më të madhe të fondeve ajo I orienton tek këto dy pjesë. Dhe Dorën Zamër ka arrit me na shkund si shtet jo pak herë. Pra, më kujtohet një faqe ka qenë një faqe që neve na shkaktonte shumë problem 2014-ën, ke rrit shumë një web faqe, nuk po ja them emrin. Ke rrit shumë edhe na shikoni më të faqes çfarë ka ndodhur me të. Aty propagandohej një ideologji e caktuar, edhe përmes do shokëve filloi me hulumtu kush është pas asaj web faqe. Edhe ku na del një emër serb. Pastaj shkojmë tutje, ai del që tjetë një punëtor I Ministrisë së Punëve të Brendshme. Shumë prej atyre, nëse e sheh për shembull ata që shkojnë në Siri pastaj në luftë, I kanë pas shumica prej tyre, kanë pas shkrime prej atij portali. Pra, kam përshtypjen që propaganda tyre ka kalu edhe fuqia tyre financiare përveç të trazinat, të vrasjet që kanë mujt mi kry, ka kalu edhe tek disa pjesë tjera që neve na kanë shkund si shoqëni edhe e kanë vështirësu ecjen e Kosovës ndër vite edhe sot e kësaj dite pra bojnë. Kështu që unë nuk përjashtoj edhe dorën e Serbisë në krejt ato çfarë ka ndodhur pas luftës. Ja, vërtet në fakt që shërbimi sekret serb ka investuar dhe vazhdon të investon edhe sot, qoftë për të sajuar, qoftë për të fut përçarjen mes në shqiptarëve, tjera, sidomos me rrjeteve sociale tashmë që është bën një gangrenë e rrezikshme, sepse njerëzit nuk dinë cila është e vërteta dhe cila është gënjeshtër në fakt. Po kur ke për shembull ke fan page për shembull ose akonta ndryshme sot e kësaj ditë në Facebook që mbahen prej menaxhohen për njerëzve në Serbi, kanë emra shqip edhe propagandojnë për njërin apo tjetrën parti politike në Kosovë. Po, vërtet është fakt. Po kur jemi te vrasjet, mendoj Leo që pavarësisht që ishte një kohë shumë e keqe, a mos ndoshta edhe institucionet e drejtësisë, qoftë e timit, apo dhe prokurisë, apo dhe policisë që thamë më herët që është një institucion të realisht në krahasim me Shqipërinë shumë I besuar në Kosovë se sa në Shqipëri. A mos ndoshta nuk është bërë punë sa duhet, qoftë për të zbardhur këtë vrasje, po themi politike në një farë mënyre, apo edhe se nuk është vetëm këta, ka pas edhe vrasje të njerëzve të luftës. Po, shumë vrasje në fakt, shumë vrasje cilat tu kanë hetu. Mund nuk po du me amnistu askën, po mos harrojmë deri në 2008-ën, policia edhe këtë sektori sigurisë ka qenë prej ndërkombëtarëve. Është interesant se shumica prej atyre ndërkombëtarëve që kanë qenë poste drejtuese në Kosovë, polici, në gjykatë, në prokurori etj, na shfaqen kohë pas kohe në role tjera, për shembull, ose na shfaqen në gjykatë speciale, ose në vende tjera, ose pra
është shumë interesant se një pjesë tepër e madhe e atyre që kanë shërbyer në Kosovë sot janë të rëndësishëm në plot institucionet, qoftë vendet për nga kanë ardhur, qoftë në institucionet e drejtësisë edhe ndërkombëtare. Pra nuk di nëse ky ka qenë një konspiracion i madh, nuk di nëse këto çfarë ka ndodhur në Kosovë thjesht janë administruar që pastaj mu përdor pastaj, por e di që shumë çka që lidhet me periudhën e pas luftës janë përdor politikisht në Kosovë. Pra janë përdor për shantazh politik, janë përdor për si më thon, për të shkatruar karriera ndryshme e kështu me radhë. Pra brenda kësaj, si duket ka qëndruar një dorë që ka, po them, nuk jam një konspiracione, po që e ka pas një ndikim të tyre në krejt ato që çfarë ndodh sot e kësaj dite, do me thonë, për shkak se e pash i shoh prokuror ta që janë dhomat e specializume, shumë për tyre kanë qenë në Kosovë. Në fakt jemi te gjykata speciale që i kanë gjykuar. Ja vërtet është një pjesë e caktuar e tyre kishte punuar në Kosovë dhe nga dëshmitë që janë publikuar, qoftë Ekspresi apo mediat e ndryshme, rezulton që shumë prej këtyre provave të supozuara i kanë shfrytzuar nga shërbimi sekret serb. Me sa e kujtoj Leo, ti në atë kohë ke qenë kundër ngritjes kësaj gjykatës? Në parem po, për shumë arsye. Qërëmull, do me thonë neve unë këmë besu edhe besoj në ushtërinë qëllimtare të Kosovës, mendoj që ka pas plot raste të cilat është dashur incidente e tjera që kanë mujt mu administru ma mirë se sa janë administru prej drejtësisë vendore. Mendoj që ka qenë barë e rëndë për Kosovën krijimi i kësaj gjykate dhe vazhdon të jetë barë e rëndë. Akuzat kanë qenë absolutisht monstruoze, pas të cilave ka qenë e pamundur kushdo. Pra për nesh më thonë që pavarësisht qëndrimeve tona që mund është një ushmon. Pra po flasim për trafikim të organeve që ka qenë një bombë, kjo vjen mund, do më thonë që tash konteksti historik është shumë i rëndësishëm. Kosova shpall pavarësinë në 2008-ën, akuzat për trafikim të organeve vinë në dhjetor të 2010-s. Ja, vërtet kam qenë Shqipëri në të kohë, në fakt, ma pak se 2 vjetë pas tërësisë. Disa herë në media në Shqipëri. E di që ke pas të ke përcjell drejtësinë, pra atje, ma pak se 2 vjetëve, pra ky është një bombë, që më thonë, bi Kosovën shumë e madhe. Mos të harrojmë 2010-ën, pra Kosova në korrik gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konstaton që shpallja e pavarësisë Kosovës nuk e shkel ligjin ndërkombëtar, por pretendimin më të madh të Serbisë dhe të Rusisë kundër Kosovës argëzohet. Në dhjetor vjen kjo dënshkrimi në Guardian, pra për trafikim të organeve gjatë luftës, e më njëherë vinë 6 pikat e famshme të Ban Ki-moonit që e nisin procesin e dialogut që po vazhdon ende. Pra në këtë vikend, kryeministri Kurti e pranoi një marrëveshje që lidhet me këtë dialogun që s'po përfundon kurrë. Pra, këtë këto shumica për neve gazetarëve e dinim se çfarë ka ndodhur fakt, se ishin nuk bëj fjalë thjesht për fati i individëve, bëj fjalë për qenien e Kosovës vet. Pra, ti e shpall pavarësinë, ma pak se 2 vjet del akuza për trafikim të organeve, OKB-ja merr vendim Këshilli i Sigurimit për fillimin e dialogut me Serbinë, harrohet shpallja pavarësisë, harrohen njohjet e pavarësisë për shtetet më të fuqishme, harrohet GND-ja që e njeh, pra po themi e legjitimon shpalljen e pavarësisë e tjetër. Dhe këto janë trauma shumë trauma që i kanë ndodhur shtetësisë Kosovës, e pra punë, unë mendoj që ka qenë e rëndë me po pashmangshme si proces. Po e vërtetë në fakt, dhe unë mendoj të njëjtën gjë pak a shumë që e gjitha është një plan i cili ka vazhduar dhe vazhdon edhe sot fatkeqësisht, duke qenë që ata edhe që e ngritën, tha që Veseli sot po gjykohen edhe vetë në fakt.
Dhe nuk po akuzohen për krime individuale, siç u ngritën o pretenduan fillimisht apo për shtëpinë e verdhë po etj. Po akuzohen si drejtues të UÇK-s, tha, pra për të krimet supozuara. E vetmja gjë e pastër që ka pas, po themi, ndër të vetmet gjërat të pastra që ka pas UÇK-ja ka qenë morali. Dhe çfarë mendon tani në këtë moment, si po themi që po i vjen funi dhe po pritet vetëm vendimi për 4 drejtues të lartë të ushtrisë shërimtare të Kosovës? Nëse e përcjell gjykimin, ka pas pjesë ku nuk ka pas akses publiku, pra nuk i di shumica prej dëshmive, nuk i din shumica e njerëzve, meqense kanë qenë të mbyllura seancat. Fjala prokurorit për mua ishte qesharake. Për shembull, pjesa kur ai thotë Hashim Thaçi në vitin 93 sulmon stacionin e policisë në Glogovc. Po dhe, e ka sulmu, se ajo është tash... Nuk është e gjë që zhije, jo vetëm ai, kanë bërë plot të tillë. Amo ti ka e përmend një prej momenteve të krenarisë më të madhe të atij edhe të këtë shqiptarëve, pra me sulmu një punkt policor si që ka qenë ai Glogovcit, nuk dini se e mboj mend ti mul, pra që s'ket kur këtë rajoni Dugaxhinit për me ardhë në aeroport u dosh me kalu anej, e ka qenë një si me dhoni punkt famkeq i policisë, është krenari, pra për se cilin njeri. Njerëzit aty janë friksu me kalu me makinë, pa armë, ti me shku me gjujt bomba aty si 20 vjeçar, kjo tregon se çfarë zemra ke pas, pra edhe kush je ti. Kështu që më marr me pjesën se çka ka ndodhur gjatë konfliktit, pra pjesës para se të filloj lufta, pra aksioneve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, më duk absurde për anës prokurorit, që nuk di nëse ka diçka dëshmi, por pas asaj që e dëgjova në fjalën e prokurorit duket komplet qesharake. Unë besoj që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, këta janë njerëz që hynë në Kosovë jo thjesht si luftëtar, po si njerëz që tashmë kishin krijuar kontakte të rëndësishme me qeveri aleate që pastaj bëhen aleate të Kosovës. Një prej dëshmive që pa James Rubin tha Ramush Haradinaj sa di unë ka qenë në CIA, ka pas kontakte me CIA. Pra këta njerëz nuk hynë thjesht nuk janë as thjesht sa pretendohet, pra ata hynë pasi që po them ata nisin aktivitetin prej dëshirës tyre, prej zemrës tyre, pra prej vullnetit tyre për çlimin e Kosovës, po pastaj si duket ta kanë pas një kontakte, kanë kriju kontakte sa që e kanë ditë se çfarë gabojnë. Pra edhe nuk unë besoj që ata nuk janë përfshirë në asnjë prej veprimtarive që akuzohen, pra gjatë luftës, edhe për shkak saj, për shkak se ata kanë ditë se cili është misioni i UÇK-s. Misioni i UÇK-s ka qenë për me ndez luftën, edhe me njohjen e shtypjes të popullit të Kosovës në dimensione tjera, gjë që edhe ndodh, pra ndërhyrja amerikanëve etj, pra ndodh pasi që UÇK-ja i jep zjarr, si më thon, krejt kësaj situate, e cila ishte padërueshme në Kosovë. Ndeza në Shkëndija të shqiptarëve ndezë. Po, pra ata u dash me bërti të madhe për me të ndi dikush. UÇK-ja është ajo bërtima e madhe e 98-ën, 99-ën, ramja familjes Jashari, pra është një bërtim e madhe që ndin këtë bota dhe cilës i përgjigjen. E unë mendoj që drejtuesit e ushtrisë shërimtare të Kosovës e kanë ditë se çfarë gabojnë, edhe e kanë ditë se UÇK-ja ka një mision kryesor. E ai ka qenë misioni politik i saj. Pra ti me mri fitoren përmes tavolinës, përmes mbështetjes ndërkombëtare, gjë që edhe ndodh. Në fakt ka qenë, të kthehemi në kontekstin e ngjarjes, në fakt është shumë e vështirë. Shikojeni çfarë po ndodh sot me Ukrainën, me Gazën, nuk kanë ndërhyrje siç ndodhin në Kosovë. Pra ka qenë një i harrun. Ukraina ka përshtypjen që u harru. Po.
Ka përshtypjen që u harru Ukraina. Na kena pas një fakt madh, domethënë Kosova ka pas një fakt madh, sa që njerëzit sot nuk e dinë fakt se çfarë fati madh ka pas Kosova, çlirimin e Kosovës, shpallja pavarësisë Kosovës. Mendoj që këtë yjet kanë qenë në ndërhyrja e NATO-s është një fat i madh. Fat i madh, edhe shpallja pavarësisë. Edhe kjo besoj është bërë edhe me ndihmën e shqiptarëve të diasporës, besoj kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Unë e shoh tani edhe në Amerikë. Shumë. Jashtëzakonisht një investim të jashtëzakonshëm ndër vite është bërë nga shqiptarët e Amerikës. E jashtëzakonshme, pra pjesa e lobimit të Kosovës, hapja e dyrëve për Ibrahim Rugovën, për njerëz të Kosovës, në Shtetet Bashkuara të Amerikës është komplet merite e njerëzve të Kosovës. Unë nuk mendoj që ka pas Kosova edhe vështirë që ka me pas në një moment tjetër saj të këtij unifikimit siç ka qenë gjatë viteve të 90-tave, pra deri në çlirim. Pra shqiptarët e Kosovës, secili prej tyre e ka pas plotësisht qartë se ku nga do me mri, edhe ka funksionuar jashtëzakonisht mirë. Pra gjitha e pastaj edhe pjesa e miqve ndërkombëtar përputhet aq mirë me interesat e Kosovës, saqë neve rezulton me ato që jemi sot, dhe unë mendoj që pavarësia e Kosovës nuk është arritja më e madhe e shqiptarëve të Kosovës, është arritja më e madhe e shqiptarëve në përgjithësi. Pra pas 1912-s, pas shpalljes pavarësisë Shqipërisë, nuk ka një ngjarje tjetër më të madhe për këtë shqiptarët se sa pavarësia e Kosovës. Pra është një arritje e jashtëzakonshme që se ka njoft në fakt, është ndërsa tani është më po them si një moment, si një moment historik që nuk është i krahasueshëm asgjë përveç ti me shpalljen e pavarësisë Kosovës. Këto janë të gjitha që ndrojnë fakt. Po ajo që doja të vazhdoja është, a mendon që edhe duke qenë që tha që Veseli që uroj të kthehen sa më shpejt në Kosovë si thua të pafajshëm siç janë, por ai ka dobësu kjo Partinë Demokratike dhe a është një parti që tashmë është që orientuar, si mendon Leo? Se realisht sepse unë ja di pse po të bëj këtë pyetje, sepse gjatë gjithë kohës ti bën pyetje të tjerëve. Kështu që unë sot do të pyes unë ty. Po patjetër. Dua edhe një mendim tënd, sepse ndonjëherë kur je moderator, mundohesh të mbash balanca, sepse në momentin që mban një qendrim, etiketohesh direkt që ja ky po mbështes këtë. Ndërsa këtu unë mendoj që do të pyes për gjitha ka pak, që të marrim vesh edhe pak për Leon. Absolutisht. PDK-s, që më thonë, PDK-ja, fati dhe fatkesia sa jënë ata që edhe e tha që edhe Veseli. Pra, fatin kuptimin me krejt mirat, sukseset që ja kanë sjellë elektorale kësaj partije, edhe me ato që fakti që ata nuk janë, është boshllëk i shumë i madh për një parti politike. Edhe kjo do në zamë është keq për një parti politike, se partit nuk do duhet funksiononin me këtë formë. Po kështu funksionon në Kosovë këtë skena politike, pra është lideri, pas liderit, pastaj është një grup e madh aty që krijohet. Po fakti që procesi po vazhdon hap, i ka ndihmu PDK-s për me mbajt elektoratin e vet, që më thonë që thonë Tiranë të karikuar, në kuptimin e me dalë, me votu, me shpresën që ata do të kthehen një ditë e tjerë. Fati PDK-s është shumë i lidhur me vendimin që do të merret në hap. Unë besoj që edhe shpresoj shumë që ata do të lirohen. Unë mendoj që për Kadri Veselin nuk jam i sigurt nëse do të merret me politikë, pra më thonë që jam 1.000.000% i bindur që do të merret, sa ai nuk din të dërgjoj me bë përpas politikës, ai do të kthehet, edhe mendoj që mundet me qenë një prej faktorëve të rëndësishëm politik në Kosovë, po në një skenar tjetër unë mendoj që nuk e dëshiroj me ndodh, fati PDK-s është absolutisht i zëmt. Pra pa ata njerëz ata janë fati dhe fatkeqësia e kësaj partie. Pa ata nuk mundet më mbajt kjo parti. Ashtu më thotë që i ka menaxhu është mikromenaxher
në politik, pra ai ka zgjidh konflikte, ka menaxhu njerëz, por nuk i ka ndreq kur punë deri në fund. E ka lënë, si më thon, deri te ku ti shfaqet një problem tjetër, te ka shku, ka ndreq atë problem, por nuk është që edhe në PDK tash aty me kalimin e kohës ka ndodhur një lëmsh i madh. Tyre është më thonë që ka një merit jashtëzakonshme te pjesa e njerëzve të luftës që sot janë pjesë e PDK-s, pra shtoja se PDK-ja normalisht nuk është thjesht e luftës. Ata po themi kraj luftës është besnik ndaj partisë. Ai ka dhënë, ashtu më thonë që ju ka dhënë status njerëzve të luftës, pra. Se nëse ti një 20 vjeçare që ka qenë komandant ose ka qenë luftëtar i Zoti, ti i thu ama armën se tash kena me u kry lufta, armë për i dërzojmë, edhe ktheu në shtëpi, është zërë mi thonë ktheu në shtëpi. E PDK-ja tha që këtyre njerëzve ju ka dhënë status. Për ka thonë, atë qysh lufta përfundoi, por na tash kemi të ardhme politike. Dikush ka më bë deputet, dikush ka më bë kryetar komune, na kemi një qëllim tash politik në liri e tij, pra ju ka dhënë status. Unë mendoj që tha që ka qenë më i dituri prej këtyre shokëve ti për me arrit me bë këtë transformim të madh të njerëzve, pra dhe njerëzve të cilëve ju jep status, pra po them, nuk është ka lajë një 20 vjeçarit me thonë heke pushkën e ktheu tash te shtëpia se përfundoi gjithçka. E thash ju ka dhënë status këtyre. Kështu që mendoj që ndër tjera fakti që ai ndërkombëtarët kanë qenë shumë afër tij, kanë qenë edhe për shkak të influencës që ka pas te këtë një plejade tonë e njerëzve që bojnë luftën në Kosovë, pra ai ka qenë njeriu, po them edhe një herë që i ka dhënë status këtyre njerëzve. Po në fakt mendoj që edhe i bën dëm partisë duke mbajtë të lidhur ose nën kontroll edhe pse nuk është aty për shkak se gjendja ku është. Dhe për këtë fakt është problematike kjo. Dhe për këtë fakt se para se të kalojë te kriza që po ndodh, çfarë ngërçi që po ndodh në Kosovë, pse opozita nuk po bin qytetarët përveç këtij fakti që vazhdon PDK-ja po themi të mbajë një lidhje shpirtërore me persona të cilët janë në Hag. Po opozita në tërësi, pse nuk po bin qytetarët që të marrë vota që të rriten? Mendoj që nuk është faji i opozitës, është merite e Albin Kurtit. Pra ai ka arrit me bin njerëz edhe narracioni i madh politik ende është tek Albin Kurti. Pra, pronari kësaj narrativës të madhe të Kosovës është Albin Kurti sot. Pra, për krahasim nuk po duam me vë krahasim si figura, pra se secili ka veçantinë e vet. Në 90-ën nuk ka mujt me dal as Adem Demaçi me mujt rrugovën, s'ka mujt as Recep Qosja me mujt rrugovën, në fakt i ka marrë një 2%, as 2% si ka marrë. Për shkak se narrativa e madhe ka qenë, narracioni i madh ka qenë në anën e rrugovës. Rrugova ka pas ato, pra populli ka qenë bindëm se ky është njeriu që mundet me na drejtu, ky është ai që na duhet edhe askush tjetër afër tij. Pra po flasim për dikën si Adem Demaçi që ka vujt 28 vite në burg, edhe që ka qenë, po themi, kushtimisht në asaj kohës. Po, ama përball Ibrahim Rrugovës ka qenë i papërfillshëm politikisht, pra. Sa i madh është Adem Demaçi, po politikisht përball Rrugovës ka qenë i papërfillshëm. Pra, s'po përdori tjera terma, për shkak kësaj që narrativa madhe ka qenë, tregimi i madh ka qenë tek Rrugova. Mendoj që sot Albin Kurti e ka këto, e ka ndërtu për disa arsye. Një për shkak të faktorët diasporë, 2 për shkak se ai arrin me marr grupe dhe individ të papërfaqësuar, pra që nuk gjenden në këtë Kosovën e pas luftës, po një pjesë e madhe e njerëzve, pra nuk siç ndodh këtë shoqëni, pra një pjesë e njerëzve nuk arrin të për arsye të ndryshme të bëhen pjesë
e sistemit ose punës e tjerë, ky arrin mi nxjerr këta njerëz, po fuqia e madhe është diaspora, na kena pa më 28 dhjetor, mendohet diku 200.000 vota që i ka marrë nga diaspora, 200.000 vota është komplet PDK-ja. Pra, bile nuk i ka tamam 200.000 vota. Kështu që është edhe narrativa e çështjes kombëtare vazhdon është më e ndjeshme tek diaspora. Është edhe fakti një prej arsyeve sociale kanë bërë të vetën, ç'është e vërtetë. Ndryshimi i madh që ka ndodhur edhe në Kosovë, se për shembull sot Kosova nuk është ajo Kosova e pas luftës, ekonomia e Kosovës është gjallë, njerëzit e Kosovës janë ndryshe, ka ndodhur një shkputje mes nesh edhe vllazëve, motrat tona që janë në diasporë, jo vetëm shkputje fizike, se ajo fizike s'ka ndodhur kur kuptimi që e kemi rujt raportet, po ka ndodhur një shkputje në edhe ekonomike, edhe nga aspekti statusit, po ka ndodhur kjo shkputje madhe mes neve që jetojmë në Kosovë dhe atyre në diasporë. E mbrana kësaj masnej ka plot çka, pra që unë mendoj që ma shëndetshëm është një dialog i joni me këtë shqiptarët, me këtë familjarët tonë që jetojnë në diasporë, për shkak se kam përshtypjen që gjatë këtyre viteve ka ndodhur plot keq kuptime. Sido që të jetë, zoti Kurti, pra është unë më them, pra po themi që si fitoreve të zotit Kurti është edhe kjo narrativa është fakti që ai ka tregimi i madh është në anën e tij. Pra kur ta pyetësh dikën kush është ai që mundet të përballë më së miri me Serbi, shumica e njerëzve në Kosovë kanë më thonë Albin Kurti. S'po them se kjo është e vërtetë apo jo, pra po them thjesht qysh perceptimi që është krijuar. Nëse i thotë për shembull, po Albin Kurti nuk po qeveris mirë, po as ata s'kan qeveris mirë, po a mundën me qeveris mirë Bedri Hamza, Lumira Tixhiku, ai ky. Ta shohim herë Albin Kurtin. Kupton, domethënë ky ende njerëzit e kanë shpresë. Ata këto kanë ndikuar shumë edhe fakti që Vjosa Osmani ka qenë afër tij. Vjosa Osmani ka qenë siguresa e njerëzve të Kosovës në raport me Kurtin. Për shembull zoti Kurti balanci që është vërtetë, ka mbajtur një far balance ai. Po para se të kalojmë te Vjosa dhe te ngërçi që është kriju tashmë, një fjali tëndën, para se të vi Kurti në pushtet, keni qenë si media në mbështetje të Kurtit, mos gabohem në atë kohë. Për vite. Çfarë ka ndryshuar tani? Ka ndryshuar fakti i mos qeverisë, sepse të jemi sinqert, për votën diasporës ha diskutim, unë kam mendim ndryshe, po gjithsesi është një moment tjetër për ta shprehë, sepse të jemi realisht ca gjëra siç i ndjen dhe përjeton vllai im që është në Kosovë, nuk i përjetoj unë që jam në Boston. Dhe kjo është diskutim tjetër që mund ta diskutojmë. Absolutisht, po besoj ato se si është ti. Që zoti Kurti na kena mbështet personalisht edhe si medium shumë fuqishëm, sidomos si më thon vite me radhë, pra para se marrën pushtet, natyrisht zoti Kurti me ardhin pushtet, unë mendoj që aty kanë ndodhi që aja që i ka ndodhur thaqet edhe krejtëve. Ku tysh pushtet, pastaj jenë një grup i njerëzve servilet. Ata të kapin aty dhe masnej s'kap shtim për tyne. S'kap shtim për tyne. A vazhdon të refuzoj të vit në intervistë në emision të këti? Jo, ka pas me ardhë edhe përzgjedhjet e 28 dhjetorit, thjesht për shemi dakord për oraret e gjonat. Okej, të pak të nuk ta pas kam mbyll derën. Jo, dorën zamër. Se kam gjuhë disa media në Kosovë, po flasim për mujt e fundit, për shkak se VV-ja për këtë mandatin qeverisë se ka pas derën e mbyllme, ja ka mbyll këtë mediave të Kosovës. Edhe kjo mund ka bë e ka shkaktuar një dëm të madh. Patjetër, sepse unë mendoj që çdo politikan është i detyruar të jap llogari. Mos në media, sidomos, është patjetër, mendoj unë. Kjo para, e dyta, zoti Kurti, pra me këtë refuzimin edhe këta njerëz afër tij që sulmojnë vazhdimisht gazetarët, na futën edhe neve, na shndruan edhe neve në gjend politik që s'është punë e jona. Pra u shndru kjo betejë jonë me të gati si personale, pra kishe fatkeqësisht, pra këta pjesa e këtyre servilëve të pushteteve, pra që njeriu ishte ministër, që është e vërteta.
Po pra, njëri ishte ministër për çdo ditë që të gëzatusa kundër gazetarë. Pra si është e mundshme dikush që e drejton një resor aq të rëndësishëm, nuk merret me paguat nga taksat e gazetarit. Po pra, kështu që edhe u shndrua në një betejë personale që na dëmtoi edhe neve, pra për shkak se na shndroi në agent politik, po themi, pra u shndrua kjo luftë bën të vetën. Po, edhe mbi gjitha Kurti e shkaktoi edhe një diçka. Shikoj, si më thonë, shikoj qa flet tash Lumir Abdigjiku kundër mediave, pra tash ai ka arrit edhe me qenë edhe influencer, edhe me influencu edhe njerëz të opozitës kundër mediave. Po, kohën e fundit sigurisht këtë qasje e ka ndryshu, unë mendoj që është mirë që e kanë pranuar që ka qenë gabim, e kanë pranuar presin disa prej laukut të poshtë, e kanë pranuar që ka qenë qasje vetëm një farë reflektimi elektoral, zgjedhor. Tash kjo është gjithmonë ky rrezik, po unë besoj mul që lufta nuk është kjo luftë mes neve dhe pushtetit, është detyrë e medias për me mbajt në kritika të vazhdueshme. Pushteti ka për detyrë me bë llogaridhënien te gazetarit, sepse me publikun si do komunikon ndryshe. Është kjo mendoj që është më rëndësishme u kuptu për dyja palëve, se nuk na takon as neve me shndru, që më thon kamikaz politik. Patjetër. Që më thon përballë as opozitës as pushtetit, na takon me mbet gazetar, por në anën tjetër pushteti duhet më u përgjigj mediave, për shkak se do i përgjigj media fakto ka komunikon me publikun. Edhe tjetra, qasja Kurtit ka qenë absolutisht e papranueshme lëvizjes vetëvendosje, për shkak se ata në blok i kanë refuzuar mediat. Pra ti mundesh me thonë Leonardi është i keq, unë s'du me shku te Leonardi, po shko te Flamuri. Ata s'ka shku te asnjëri, kështu që kjo ka qenë se mediat në Kosovë, ndryshe prej trajonit që sa në fillim, nuk janë uniform. Nuk ka tekst në Kosovë që nuk botohet, nëse se boton Ekspresi, boton ai tjetri. Në Shqipëri, unë di tekste. Ekzistojnë edhe rrjete sociale, portale pafund, media pafund. Po, për shembull, nuk është diverse skena mediale në Kosovë. Nuk të shtatshi, Koha, Dugagjini, Klani, na dallojnë substancialisht me njëri tjetrin. Po ti nuk mundesh me thonë që Leonardi keq. Në rregull, ti mundesh me thonë Leonardi keq, po shko te Jeta Gjara, shko te Adriatiku, shko te Kushtrimi, që më thonë, nuk mundesh unblock mi refuzu mediat atë. Kjo është e vërtetë në fakt. Kjo ka qenë gabim, mendoj që e ka ndryshu, mirë kanë bërë që e ka ndryshu, është mirë edhe opozita me kuptu këto, që në fundit mediat e bëjnë punën e vet, ata bëjnë punën e tyre. Po patjetër. Leo, ti kthehemi këtij lëmshit që është bërë me këtë ngërçin për presidentin. Çfarë po ndodh vëlla? Këtu, si duket, zoti Kurti ka shpresuar shumë që në fund do të nxjerrë kandidaturë. Çfarë duhet Kurtit presidenca? Kurti mendoj që ka llogarit shumë që do ta eliminoj Vjosa Osmanin Pigarës, duke e nxjerr si as në momentin e fundit Murat Jasharin. Pra, mendoj që ky ka qenë këtë kalkulimi i tij politik. Ai ka prit rrjedhën afatet që të kalojnë, i bindur që kur të vjen puna për presidentin, ai e nxjerr Murat Jasharin, PDK-ja sigurisht e voton, dhe askush nuk ka kundër, madje as Vjosa Osmani, për shkak se po zgjedhim djalin e Rifat Jasharit, pra një prej pinjollëve një familje që me drejt i thojmë legjendare të Kosovë, që është familje Jashari. Edhe ky skenar nuk i ka funksionuar. Shkon një kolegi joni, Vox Kosova, edhe Murati është asistent, është profesor në fakultetin juridik, edhe e nxan reagimin e tij dhe ishte shumë i bukur. E nxan aty në korridor, shumë mirë, shumë smart pionis gazetarit, edhe ai thot, ana nuk duhet, pra ai shkon për tej, por nuk flet vetëm për veten, e tash po duhet me shpjegoj se çfarë është puna. Nuk flet vetëm për veten. Ju e keni bërë lëmshin, zgjidheni ju, nuk është problemi jon. Po, edhe flet që më thon që familja Jashari thot nuk duhet me qenë në këto. Ç'a boni kë?
Thash, pse është e rëndësishme kjo intervistë? Zoti Kurti ka pas një prej opsione Murat Jasharin, po ka pas opsione edhe Bekim Jasharin, edhe Bashkim Jasharin. Ka plot spekulime që Murat Jashari ka thonë edhe është i bindur që nuk duhet me qenë pjesëtar të familjes Jashari në këto poste përderisa siç thotaj pa luftë civile etj, por nuk kanë qenë bindur edhe këta tjerë që nuk duhet me qenë dikush i familjes Jashari. Bekim Jashari ka qenë kryetari i komunës së Skënderajt, pra pse nëse je kryetari i komunës së Skënderajt që zbohesh edhe president. Po deklarata e Muratit u aprish, që më thonë, edhe Bekimit, edhe Bashkimit, edhe tjerëve, ja u pamundson. Pra, kjo intervistë ja u pamundson këtyre tjerëve me qenë kandidat për president, edhe ja pamundson zotit Kurti me nxjerr dikën për familjes Jashari për këtë post. Kjo është e para. E dyta, te pjesa Vjosa Osmanit, unë mendoj që zoti Kurti ka pas me bërgjë me tregu pse Vjosa Osmani nuk duhet me qenë kandidate sërish për presidente. Nuk e ka bëu këto, për shkak se unë besoj që arsyet nuk i ka shumë fisnike. Arsyeja thelbësore pse zoti Kurti dëshiron ose nuk ka dashur me kandidu zonin Osmani lidhet me performancën e saj në arenën ndërkombëtare. Pra në gjithandej ajo ka shkëlqyer në reprezentim të Kosovës, reprezentim të vetës etj. Për shkak se kjo e para. E dyta, Vjosa Osmani ka qenë në Kosovë, e ka shojt opozitën, ka qenë, u ka dalë jashtë e ka shojt Kurtin. Ka marrë një balancë, është e vërteta. Jo, këtu ka shojt opozitën, mi hin qef Kurtit, kur ka dalë jashtë, në këtë takimet e ka shojt Kurtin. Edhe, që me thonë, dy atlarë me një hun nuk lidhen. Kështu që mendoj që është pjesë e kësaj, edhe besoj që zoti Kurti kalkulon që Vjosa Osmani nuk është faktor i rëndësishëm elektoral. Ndoshta dhe Albini nuk do hijet personave tjerë që t'ja marrë gjithë shkëlqimin që ndikohet tek çështja e Kosovës. Sigurisht. Unë kështu mendoj në fakt, dhe mendoj edhe një tjetër që Vjosa Osmani bëri një vendim minatçor lidhje me kushtetutën. Nuk e di, ndoshta gjykata kushtetuese do t'i japë të drejtë, por vendimarrja e tij mendoj që ishte shumë minatçore dhe shumë e ndjeshme, po themi, edhe për në opinion. Po pse i duhet Albinit presidenca? Këtë nuk po arrit të kuptoj, për të marrë antar të gjykatës kushtetuese apo për çfarë? Sepse ke shumicën. Presidenca është kortezi në një farë mënyrë. Dhe me Vjosën kanë pas një balancë deshe, disa gjëra i kanë balancuar. Absolutisht, unë çuditna zoti Kurti është shumë rigjid, që më thonë vazhdimisht në skenën politike të Kosovës, për shkak se ai ka përshtypjen që me kalimin e kohës ka fillu një pëlqyje loja që e bën me opozitën e tjerë për shkak se ndihet superior në krejt diskursin e tij. Realisht këtë e kam mbajtur që në fillim ai. Unë mendoj që nëse ku jemi të dekreti është peshë e madhe, pra mos harrojmë para 3 muajve 1 milion qytetarë kanë dalë në zgjedhje, kanë votu, e kanë vendosur këtë qeveri, edhe ti me shpërnda me nxjerrje dekret për me shpërnda parlamentin është një barë e madhe, është një barë e madhe. Unë mendoj që nëse do t'i jap kohë dhe edhe 60 ditë zoti Kurti do të bëjë gjithçka që presidenti t'ia jap opozitës. Do të bëjë gjithçka për shkak se aty ka ra loja me familjen Jashari, që ta përdor. I ka ra loja për shkak se ka besuar që opozita në fund friksohet edhe rrin sallë dhe ja voton këndo që ai dëshiron. Thjesht do të mundohet të gjejnë ndonjë figurë e cila nuk i bën hije këtij. Pra, në Kosovë vazhdimisht ka qenë një klishe me gjetë një president që din anglisht. Sot zoti Kurti po lyp një president që nuk din anglisht, në mënyrë që pastaj ky disi të dalë mirë në skenën ndërkombëtare. Kështu që nëse do të ketë 6 muaj kohë, besoj që do t'i jap opozitës. Temi sinqert, më pëlqeu kjo. Unë mendoja që ky do një person anonim, po kjo më e bukur që nga kjo puna anglisht. Je që zën anglisht.
Do më dhoni vyna ja. Të betohem, unë Për këtë mos e kam me kriju menduar që ja raport person i cili personal. është anonim, nuk ka në ndikim të madh, sepse ndonjëherë politika është shumë e ashpër edhe arrin edhe deri në këtë pikë, po si mendon do të zgjidhet ky ngërç tani? Ideja është në qoftë se do dalë gjykata kushtetuese, a ke shpresë që do të dalë në favor të kundër këtij vendimi të shkrirjes ose të kuvendit, apo mund të bëhet në një lojë tjetër? Ti e përmendë pak faktin që do të jap opozitës presidentit. Kam përshtypjen që do të jap opozita gatshme me bëni gjë të tillë. Këtu mendoj që lidhet me disa çështje. E para mendoj që do t'ja personalisht nuk kam informata, thjesht që më thonë normale, për shkak se do të jap drejt vetëvendosjes në ankesën e saj. Pra do të harxojë dekretin, do të jap vetëvendosjes 2 muaj kohë, pra që ta zgjedh presidentin, nëse nuk e zgjedh, pastaj shkojmë zgjedhje brenda 45 ditësh pas t'i afatit 60 ditor. Që në këtë rrjedh i bie që zgjedhjet mbahen në fund korrikut. Në fund korrikut fillon Kosova për diasporës, kështu që prapë komenon Kurtit një shkuarje në zgjedhje. Po dëm i madh po ju bëhet Kosovës në fakt. Po që jemi një vjet e sa jemi pa institucione. Është dëm i jashtëzakonshëm. Unë mendoj që do ta shohim çfarë do të bëj Vjosa Osmani. Realisht Vjosa Osmani nga dita ku kanë nxjerrë dekretin, ajo është lidere e opozitës, lidere faktike e opozitës. Kështu që zgjedhjet e ardhshme, nëse mbahen zgjedhjet tash, do të jetë një duel mes Kurtit edhe Vjosa Osmanit. Vjosa Osmani, unë mendoj që nuk duhet mos me bëu hesab. Pra nuk është mirë mos me llogarit fuqinë e saj. Jemi sinqert, por vetëm pak ditë më parë kam pas një takim në Prizren dhe me sa informacione kam po tentohet që të rikthehet në LDK. Po, ka është një ide që ajo me qenë bartse e listës, me qenë një koalicion mes LDK-s, AK-s edhe pjesëtarëve të shoqërisë civile që hynë në atë listë zgjedhore, pra nuk e di se cila do të jetë ndikimi real i saj, po unë mendoj që nuk bën me injoru fenomenin Vjosa Osmani. Vjosa Osmani thash për njerëzit, për shumë njerëz që kanë votuar Albin Kurtin, ka qenë një sigurist. Pra njerëzit, edhe ku kanë pas zotin Kurti që është ka të pranë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë bindur që Vjosa Osmani është ajo që e balancon, e ekuilibron këtë dëm që mundet me shkaktu Kurti. Kështu që me rënien e saj, mendoj që ka me pas një ndikim, nuk e di të madh atë vogël, por një ndikim të rëndësishëm në votat e lëvizjes vetëvendose. Të shpresojmë dhe të urojmë që të zgjidhet sa më shpejt, sepse të jemi sinqert, unë nuk jam partizan për të shkuar në zgjedhje për shkak se dëmi financiar që po i bëhet Kosovës nuk është i vogël në fakt. Ato lekë mund të investohen, mund të bëhen, por kjo është një gjë tjetër dhe urojmë që të zgjidhet sa më shpejt. Që jo stabiliteti që e ka dërmu, pra e ka dërmu Kosovën në aspektin edhe të investimeve dhe tjera, si më thonë, një stabiliteti institucional. Atë Leo t'i kthehem pak te puna jote në fakt, sepse edhe po afrohemi nga fundi dhe nuk dua që të marr shumë kohë për shkak se ke edhe misionin. Po bën 20 vite, ne e tham 21 vite në Gazetën Ekspres dhe 8 vite në krye të T7-s. Në fakt para se të flasim për këtë, pse u ndave me Berat Buzhalin valla? Në fakt, si më thonë, ndodhi natyrshëm, na i shitëm aksionet. E shitëm Mediumin, Ekspresin edhe të Shtatën, edhe mendoj që ai ishte i bindur që duhet me dalë me bënë një medium tjetër, pra që do ta replikonte suksesin e Ekspresit. Unë isha i lidhur shumë a shumë me projektin aktual për shumë arsye, për shkak se televizionin na kemi qenë bashkë aksionar me Beratin, po në televizion kam qenë shumë ma aktiv unë në kuptimin e punëve të përditshme, menaxhimit me stafin e tjerë. Ndodhi natyrshëm, që më thonë, mendoj që na ka bërë mirë edhe atij edhe mua që i na do. Do më thonë në kuptimin i kena do rrugë të
profesionalisht kuptimin që nuk jemi më bashkë në punë, tash u bën 5 vjet. Ndarje, po themi parimore për lajme. Jo, unë na kemi qenë bashkë aksionar aty, kështu që pavarësisht që na kena pas menime të ndryshme, mendoj që i kena dhënë njëri tjetrit ato që ka pas nevojë ai për mua, unë për ato, pra në kuptimin e bashkëpunimit, po mendoj që na ka bëu hajër të dyve kjo ndarje. Sigurisht edhe bashkimit, për shkak se mendoj që bashkë kemi bë punë ndoja, po mendoj tash kjo njerëzit do janë në gjurmë. Kanë lënë gjurmë në ato, kështu që absolutisht është një prej kolegëve shumë të rëndësishëm të mi, jena miq për ndryshe, jemi miq sot e kësaj dite me të, edhe kështu, po i shkon mirë projekti i tij nacionale, më vjen mirë shumë që ka jetë goxha mirë me portalin e vet, e ka ndryshuar ai pa konceptin se qysh pra, mirë, është përkushtu pak më shumë se sa dikur te Ekspresi ndoshta. Po, se tash ku don vllazën, a ke po ai Demeli janis punon në ja syt më shumë në Kosovë kur të ndajmë. Se në shpit madhe pastaj nuk dihet kush ka punon. Më kanë thënë që je i mirë në përshkrimin e personave. Unë do të përmend disa emra, për Beratin pak a shumë fole. Dua edhe 3-4 emra të tjerë, gjithmonë mes kolegëve. Hajde uroj që s'kom ja lënë në etiketë kështu, po mundona me qenë më i ballancum. Si një përditshme janë gjës etiketa. Një fjali, një gjë për kolegët, kuptohet. Para ka shumë për Berat Buzhalen thatja 2 gjëra. Doni të shton ndaj gjë apo Berati është entuziast, kështu që më thonë ajo, në mendoj që edhe kur t'i bën 80 vjet ai, nëse i afrohesh, nëse është shtëpi plegjeve, edhe i thuaj kam një projekt të ri, ai ka më të ardhur, ka më të bashkangjit, pra është entuziast i përjetshëm, i jep me vrull, edhe e ka një gjë që pa gazetare kanë. E tash ti mundesh me gjykuar, është e mirë e keqe. Berati nëse i sheh edhe 2 breshka tu përlon ana me tjetër, bëhet me njërin. Edhe bëhet për një me. Pra nuk bëhet thjesht për mu bë që me favorizu njërin breshk. Po shkon me dopti apo shkon te i forti? Domethënë vitet të fundit s'ka shku te i forti. Pra i forti është Albin Kurti, ai ka rezistuar. Jo, në fakt kjo e vërtetë, ka rezistuar dhe po reziston edhe në çdo dalje publike, thuaj se Albin Kurti në 3 vjet. Pra në front me to, kështu që janë 5 vjet ku me Albin Kurti ka qenë shumë i fortë, 50%. Nuk është kallaj. Vetëm surroj. Unë për shembull nuk pajtona me llumin e shpifjeve që ndodhin për to. Unë mendoj që ai ka kry vendit vet një favor të jashtëzakonshëm gjatë viteve të 90-ta, në përfaqësim të Kosovës. Dorën Zamër ka qenë ministri faktik i punëve të jashtme të Kosovës, pra ministri i vërtet i punëve të jashtme, edhe unë kam respekt për krejtat periudhë të tij, për vitet 90-ta, sigurisht edhe për punën e tij si gazetar. E kam një prej njerëzve, s'po them idol, se është shumë me thonë idol, një prej njerëzve që e kam pasur si shembull në gazetari. Pra më ka pëlqyer gjithmonë si gazetar, si drejtues mediash, si politikan. Pra kam mendim absolutisht pozitiv për to. Ka sigurisht gabime, normal si gjithë. Po ndoshta më shumë se sa gabimet mja potencuar të mira, për shkak se kam përshtypjen që i hyn në hak që nuk ja përmendin të mirat që i ka vetëm Surroi. E vërtet jam dakord me disa. Baton Haxhiun. Batoni një punëtor shumë i madh, pra një njeri që ku kena punu bashkë, kena punu në kohë të Ekspresit, ka qenë drejtori i Ekspresit. Në 2006-2007 ka qenë drejtori i Ekspresit. Gjithë kur shkojshim në punë, ai vetëm i kishte lexuar këtë gazetat. Kështu që një punëtor i jashtëzakonshëm. Edhe Batoni është pjesë e kësaj plejade të gazetarëve që kanë bërë çfarë transformimin, që unë mendoj që është një prej arsyeve pse sulmohet aq shumë. Batoni, Vetoni, Dugoroni, këta janë gazetarë viteve të 90-ta
që i qesin për loje këta gazetarë të rilindjes e tjertë, që janë njerëz që më thonë që e bojnë që transformimin e mediave të Kosovës, transformimin e madh të mediave të Kosovës. Tash, Batoni ka qenë më i shkaftë se ton tjertë, po unë mendoj që ka qenë për shkak të punës tij, kështu që nuk i ka mungu suksesi as në gazetari as njët, po është tipik për shkak të tij. Për tjerë mendoj që kanë pas shansa më të mëdha se sa Batoni, pra shansa me drejtu mediume, me bë emisione që ka bë Batoni. Batoni i ka mbri ato që si ka mbri tjerë për shkak se ka qenë më i përkushtuar, më punëtori se sa tjerë, kështu që po ja japim merita. Çmimin e punëtorit. Të bjem edhe më shkurt. Valon Sylla shpesh është debatuar në emisionin tënd, jo ka qenë i dheur, jo debatet për diasporën. Për Valonin, çfarë mund të mendosh, se e di që e ke mik? Valoni është më i ndershëm i këtë gazetarëve të Kosovës. Edhe këto akon përvu plot herë me ta, është më i ndershëm i këtë tjerëve, i ka bindje ato që i thot, edhe unë mendoj që njerëzit duhesh mi respektu pavarësisht se çfarë thon, kur ti kanë bindje tyre ato, pra besojnë një mend në ato që ata që thonë. Jeta gjarë. Jeta gjarë mendoj që është gazetarja ma e mira që ka pas Kosova për vite e vite me radhë. Mendoj që nuk ka mujt me e kap këtë ndryshimet që ka ndodhur mbrana mediave. Je një pjesë, tash po flas vetëm për Jeta gjarën, ndoshta i njëjti shembull është edhe me kohën, ku kanë funksionuar me fonde, kanë funksionuar me projekte, gjë që jo ka pamundsu atyre mu shndru në pamundsu mu shndru në biznes. Unë mendoj që fati jonë që s'kemi pas fonde është që ne jemi shndru në biznes, pra është kollaj me marrë fonde, po është problem me ndërtu pastaj një medium. Kështu që absolutisht çdo respekt për Jeta gjarën, nuk kam fjalë të këqija për asnjë gazetar të Kosovës dorë në zemër. Mendoj që secili e ka një kontribut çmuar në Kosovë. Jeta drejton një ekip fantastik, Kallzo Pikumi, Birni, kanë një ekip fantastik gazetarë, ndoshta janë gazetarët më të mirë, jo ndoshta, po janë gazetarët më të mirë të vazhdojnë respektojnë ca rregullat gazetarisë në fakt. Kështu që është merite e Jetës që e drejton atë ekip. Domethënë që ato ekip s'ka dalë, që më thonë, s'ka bil vetë, është bo. Unë i kam selektuar edhe 4 emra. Do t'i them edhe këto tjerët? Po, patjetër. Adriatik Kilmendi. Adriatiku mendoj që është shumë intervistues i mirë. Ka disa intervista fantastike që i ka realizuar. Adriatikun e kam këtu për zemër sigurisht, për shumë arsye, edhe që lidhen edhe me Ramiz Kilmendin, me agjën e tij, edhe me faktin që kemi një lidhje të dytë me Ulqinin. Pra edhe mbi gjitha është i pari prej këtë neve që sot bëjmë debate. Pra ky ka Kosovë, Bikoni është i pari, është më i vjetri, nëse nuk ka bëjë 15 vjet që është në unë përveç se të doja të dija një përshkrim për aspektin e punës, doja edhe si personazh, flas në kuptimin që se ti vetëm të mira po i thut për gjithë. Ai mund t'i kenë të gjithë të mirat. S'po di pse jam që disponim me po mirë. Po kalojmë te një tjetër atëherë, kushtrim Sadiku. Kushtrimin kemi qenë tash me një udhtim bashkë me kushtrimin. Kushtrimimi është për këtyre gazetarëve vogël dhe normalisht njiheni me njëri tjetrin gjithë, sidomos në gazetari njëherë patjetër. Kushtrimi është, që më thonë, ky është i dyti për familjes ti që është gazetar, ka pas edhe babën e ka pas gazetar, kushtrimi. Kushtrimi është për këtyre që gazetarëve të ri që besojnë që duhet me pas një farë vazhdimësie të ketë qësaj plejadës gazetarëve të rilindjes, të TVP-s e tjerë. Pra ka një stil shumë interesant kushtrimi, kështu të intervistave të qësaj që ka është si gazetar. Arben Ahmedi?
Arbenin sigurisht e kam mik Arbeni ka korishit për vitës si jemi pa, po e përshëndesim. Arbeni mendoj që shikoj është shembull i jashtëzakonshëm i suksesit. Arbeni, Fidoni, Kushtrimi kanë bën një medium tyne. Pra, ata që kena bën na me Beratën para 2 vjetëve, e kanë bën ata, e kanë mojt, nuk është punë e lehtë me bë medium, me kriju medium dhe me drejtu emisione e tjerë. Mendoj që duhet një dhënë haku për këta që e kanë bërë, se ata punsojnë tash shumë njerëz brenda televizionit, pra është një prej televizioneve të tabluar në tregun e Kosovës, kështu që duhet m'ia dhënë hakun Arbenit për këtë guxim që e ka pas për me kriju diçka të vetën edhe me vazhdu tutje. Nuk është punë e vogël kjo. Absolutisht. Nuk është punë e vogël me kriju televizion për hiqit. Unë do të them edhe një emër të fundit, Halil Matoshi. Halilin e kum pas nashta shefin e parë. Për i lajmit një me Halilin. Halili mendoj që shkruan më së miri në Kosovë. Po nuk mundesh më thonë që fol më së miri në Kosovë, po mundesh më thonë që shkruan më së bukur në Kosovë. Nuk dija më në flamur në Njava, në zërin javor. Halili ka pas, ai ka qenë kryeredaktor i Zërit Javor, kanë pas Zëri editori Blem Shalës, Zëri Javor e ka bë Halili, edhe ka jashtëzakonisht shkrime shumë bukura ka pas në Zëri, po edhe sot e kësaj dite, poezit i ka fantastike, vetëm atë poezin për babën e ka të jashtëzakonshme, ama e interesant, ai është edhe piktor, pra është shkrimtar, është poet, është gazetar, është një prej figurave, kështu po themi, më të kompletuara në gazetari. Sigurisht Halili tash është e Kanal 10 si analist, mendoj që ka gabu që ka hin politika mendoj që s'është punë për gazetar, të paktën në Kosovë, ose kur të futesh mbet atje, po vazhdon me qenë për mu njeriu që gazetari që shkruan më së bukur në Kosovë. Kur jemi të ky i fundit, a mendon se ka komp kosovar, Leo? Jo, komp kosovar, nëse thot si etnik, jo, sigurisht që jo, nëjna shqiptar, kom përshtypjen që i kanë këtu gabimi është i dyanshëm. Pra para e atyre që më thonë tentojnë me zhvlerësu prej flamurit Kosovës të kombëtarja në futboll e tjerë, ne mendoj ti je më patriot nëse thu që këto janë leska si kur gjë. Për shembull këtu më nervozojnë shumë, për shkak se unë mendoj që flamuri i Kosovës, kombëtarja e Kosovës, këto që ka jenë sot është arritje e jashtëzakonshme e këtë popullit Kosovës, gjenerata me radhë, që nuk i bën konkurrencë as pak Shqipnisë. Unë mendoj që bashkimi kombëtar ka me ndodhur, edhe s'ka me ndodhur, më thonë, po thëmë me një fjalë tjetër. S'kemi me pas qarë po bashku. Jo pse na kena me dasht, po si më thonë, nashta amerikanë kanë unë detyru mu bashku. Pra, po thëmë me ironi, pjesa e debateve, për shkak se bashkimi kombëtar mendoj që është mbi gjitha çështje e sigurisë. Më shumë të jemi sinqert e kisha të pjesa e mediatizimit të fakteve që jo kemi komp kosovar, sepse e ngatrojnë, që është e vërtet ajo, e ngatrojnë përfaqësuesen e futbollit me kombin, por më bëhet qefi që edhe juve mendoni njësoj si unë që ne kemi një komp që është vetëm ai shqiptar. Absolutisht, po jam për shtetin e Kosovës, jam krenar që me arritjen që ka bo, që ka përfaqësia shtetërore të gjitha tjerat patjetër. Absolutisht, kështu që unë mendoj që edhe një bashkim i mundshëm kombëtar nuk e zhbën as pak shtetin e Kosovës, thjesht mund me funksionu si federat Kosova dhe Shqipënia, kështu që t'ja lojmë disa punë si puna e këto shtetet që marrin kredit
që marrin kredija të mëdha, edhe është një koncept që t'ja ulojmë të paguajnë, me qenë se kena me ndërtu i spital me këto pare, t'ja ulojmë të paguajnë edhe gjeneratat e ardhshme, kështu që do punë kena me ulon edhe gjeneratave të ardhshme mi kry. Po mendoj që ka me qenë e pashmangshme, po është tërpshme ku të sulmohet, si më thonë, shteti i Kosovës ose nemën shteti i Kosovës që ndodh ky, si nuk është problemi që kanë problem me Shqipëri, këtu nuk është problemi, pra është debati përtej asaj, kam përshtypjen që kanjëherë ka një urrëtie për Shqipërinë. Do të thonë që bërën për njerëzve që paraqiten si mbrojtës të Kosovës, ose e kundërta. Pra njerëz me deficit patriotik që mundohen me thonë që Kosova, flamuri i Kosovës është një leckë etj. Kështu që shpesh maskohen tjera qëllime. Si që thatë dhe më herët me rrjeteve sociale, me emrat personave ndryshëm, shërbime dhe ndryshme. Me shërbime dhe ndryshme sekrete që manipulojnë edhe fryn këtyre debateve të artificiale në fakt. Leo, si ka qenë të 8 vite në krye të shtatës? Si po ja dilni në aspektin financiar, kuptohet, sepse ju e thatë që jeni vetë biznes, sepse tregu mediatik në Kosovë aq është? Unë mendoj që me në Kosovë sigurisht tregu shumë i vogël, pra as krahasohet me Shqipëri për shembull, jo me vende tjera. Ta kem parasysh përfaqësitë kryesore të brendeve ndërkombëtare zakonisht shkojnë në Serbi, e prej Serbisë shpërndahen, si më thon, Malzi, në Maqedoni, as Shqipëria nuk e merr, si më thon, ato që duhet me marrë pjesën e fitimeve të këtyre markave gjigantëve botëror që hedhin parë për marketing, shumica shkojnë në Serbi, kështu që Kosova është një kafshat shumë e vogël, që na ka ndihmuar neve, e kjo fol diasporës, ne me kalimin e kohës e kena arrit produktin ton prej të hyrave nga jashtë, pra platforma ndërkombëtare të reklamimit, qyshin ato që reklamojnë në platformat në Express, në të shtatë, pra për YouTube-it, për Facebook-it, për tjerëve, fakti që ne kemi gjysmën e shoqërisë në diasporë na ndihmon shumë me pas një pjesë të madhe të hyrave prej jashtë. Pra vetëm me thonë kështu, paga shumë kompanisë tonë 3 rroga në vjet i pagun vetëm me të hyra që vinë nga jashtë. Kështu që është një pjesë e konsiderueshme e cila neve na ka mbajtur gjallë. Pra, na ka mbajtur gjallë të hyrat nga jashtë që kanë qenë fal faktit që gjysma e shikuesve, lexuesve tonë janë të diasporës, me vllazën e motrat tona që jetojnë jashtë. E kuptoj. Pra, ideja që shqyqur ja keni dalë deri tani, kjo është problemi, sepse të jemi sinqert, në Shqipëri pak është prish ky tregu i aspektit financiar, sepse janë përzinë investitor strategjik, kanë marrë tendera publik, besoj aksionerët e kompanisë ku jeni ju nuk bëjnë pjesë të kjo pjesa e investitorëve strategjik si në Shqipëri. Absolutisht jo. Na bëhem prej reklamave tona. Atëherë, domethënë kjo bashkë me Beratën e kena bërë një gjë që më ne që na ka rezultu e mirë. Ne s'kemi pranuar asnjëherë më lidh me kompani që paguajnë shumë lek, na kena dashur me pas shumë kompani që paguajnë ka pak lek. Domethënë kuptimin që pastaj secili që heqet bie si reklamues me kalimin e kohës, hyn tjetër, kështu që nuk vret ndikimi, fal kësaj kemi mbet në kom, kena funksionuar si biznes, kuptimin që si i kemi shikuar se cilën mundësi për me, pra pa marrë donacione, pa marrë parë prej politikës, pra gjithmonë duke mbajtur raporte të mira me klienta që ju shërbejnë, pra klientave që japin marketing, domethënë me që japin vlerë të marketingut, pra ata kanë arsye më reklamu për shkak se produkti tyre reklamohet mirë tek na. Te emisioni, shpesh nuk mungojnë debatet aty. Cili ka qenë momenti më i vështirë, Leo? E mbanë një të flasim të presingu? Ka pas plot, ka pas, sinqerisht ka pas, tash u bënën 8 vjet, ka pas shumë momente të vështira. Unë mendoj që më ka ndihmuar një aspekt
i natyrës time, unë jam i qetë, i marrë me gjak ftofsi, pra se cilën situatë që ndodhë rreth meje, kështu që edhe debatet kom arrit mi menaxhu në atë mënyrë për shkak se nuk jam impulsiv, pra mrana as në bisedat private, as në këto, mrena që ka pas momente të jashtëzakonshme në presim, Shaunak na pas një moment ku e ftoi Dardan Molliçaj në emision edhe më thojnë ata që më shkrunaj që erdha edhe dalën me marr tek dera, hapi derën e studios atje edhe më shkushose e kapën policia. Pro edhe mbeta pa mësafirat na. Ose ka pas momente ku janë përlesh fizikisht. Edhe përleshje fizike mes njerëzve ose situatat pakëndshme, po që kjo politika, më ne që e kena marrë që të modelin për Shqipërisë, e ta Shqipëria përdoket shumë ma paqësore se sa na e kena kalu. Të them drejtën, për mendimin tim është kopjem i keq i disa gjërave, por a ka nevojë Kosova për kaq shumë debate televizive të përnaçëm, Leo, sepse këto duhet ta bëjë të vazhdimin e asaj çfarë keni njoftuar pak ditë më parë për programet e reja. Mund mendoj që është shumë interesant nëse i shes sondazh, pra ose matjet që jenë bërë dorëzame pak më herët, tash kemi matjet sakta. Nuk e ke idenë sa shumë shikohen debatet, kështu që është një shoqëri e politizuar tani. Mendoj që është për shkak të polarizimit politik që ka ekzistuar. Pra në momentin kur të krijohen institucionet, ku të rahatohet politika ose ku të ekuilibrohet skena politike, pra kur zoti Kurti qeveris me dikë tjetër, pra do të jetë më ekuilibruar skena politike, unë mendoj që ka më ra edhe shikueshmëria e debatet, për shkak se debatet aktualisht në fakt e përfaqësojnë që ato që u kanë ndodhur në shoqërinë kosovare, pra që ato debatet e përgjithshme që ndodhin mbrana shoqërisë thjesht janë tu ekranizu mbrëmje në portale. Pra në momentin kur të pije kjo në që kanë radhë shikueshmëria. Leo, vetëm dje, mos gabojmë ose pardje njoftuar se do të keni edhe plane të reja të shtata. A mund ta ndash me ne se cilat do të jenë? Po, me kënaqësi, unë jam në përgatitje sipër të një emisionit, pra prej 4 emisioneve që është presingu një javë do të jetë një intervistë ndryshe, pra do të provojmë ta bëjmë ato që sot e bojnë shumica e gazetarëve të rëndësishëm të botës, pra që fokusohen tek personazhet interesante që nuk do të thonë që janë domosdoshmërisht për politikës, por që arrin me nxjerr copza jetë për tyre që janë shumë të lezetshme për njerëzit që i shikojnë. Paka shumë si kjo biseda që po bëjmë na këtu, pra po tentoj me pas një realizim të mirë, një studio interesante, pra që mrana këtyre një javë të ketë ka një moment, ka një intervistë që edhe pas disa vitesh njerëzit ta shikojnë në YouTube, pra për shkak se presingu, pra një version më akustik. Pra nëse ta relaksosh pak trurin, them të vërtetën, sepse është e lodhshme të bësh 4 herë një javë debate politike. Absolutisht. Kështu që jam i bindur që do të jenë në një cikël e emisioneve që njerëzit, personazhet që do i kanë do si kanë do si kanë dëgjuar rrëfimet e tyre, mendoj se secili njeri ka çka me rrëfy për publikun, mjafton ta dish qysh me nxjerr ato. Kam besim që do të jetë i suksesshëm. Kur mendoni me Jam shumë entuziast në këto. Besoj ka fundi pritit do të dalë. Me këto jam entuziast, kam dëshirë, pra sigur ajo pjesa zonës ekspres që më mirë që i ke pra kam përshtypjen që edhe këto kanë më mbet pjesë të trashëgimisë time si gazetar. Leo, në fund, pas gjithë këtyre angazhimeve, apo gjen kohë mjaftueshëm për 2 vajzat e bukura, vlla? E harrova edhe një djalë që kam tash. Oh, mashallah. Unë e dija vetëm vajzat, ti të vërtetë. Po me jetë gjatë. Që kemi bë fiks, edhe unë një djalë dhe 2 vajzat binjake, ti 2 goca dhe djalin, kështu që në rregull. Një vjet që gjysë kam djalin tash. Oh, mashallah, çfarë gjatë. Unë e organizoj kështu javën. Domethënë, të honën tajtën, jam që me dhonë prej orës 9:30 10 mëngjesit deri në 12 1 natës jam punë. Të premten shtunën diellën jam me shtëpisë.
Kështu që i kam 4 ditë që merrna me punë, 3 ditë që jam komplet me familjen, kështu ja kam arrit që me thonë me mbajt një farë ekuilibri edhe në familje edhe timin personal. Tash po shoh që kam nevojë edhe për një ditë shtesë për familjen, kështu që besoj që me këtë emisionin tjetër kam i arrit me shtu edhe një ditë për vajzat edhe për djalin edhe për bashortën. Leo, faleminderit për kohën. E di që së bashku në fakt mund të rrinim disa orë për diskutu tema ndryshme. Unë nuk naqa. Por koha është limituar. Faleminderit edhe unë me të drejtën në ndjeva mirë. E para që të pash dhe e dyta që morën disa mendime ndryshe. Dhe shpresoj që të kemi mundësi prapë. Absolutisht, me kënaqësi, të falenderoj shumë për mundësinë, u kënaqa me ty. Faleminderit. Të bisedu, të uroj gjitha të mirat për ty, për projektin ton, për familjen edhe për gjithçka që ti dën me bo. Kështu që po shpresoj që shihem verë. Faleminderit. Edhe besoj verës po edhe kur të bësh rrugë për Amerikë, në Boston jemi neve. Të presim në studio. Ne jemi në studio modeste, po është e këndshme. Me kënaqësi muri. Leo, faleminderit. Faleminderit shumë. Mirupafshim.